Gjatë këtyre ditëve, rrjetet sociale u pushtuan nga një fotografi ku shihej artistik gjesti pranë një vajze. Ky imazh, i cili u përhap me shpejtësi dhe u interpretua nga shumë ndjekës si një paralajmërim për rikthimin e tij në muzikë. Fotoja u konsiderua nga fanët si provë xhirimeve të një videoklipi të ri që supozohet të shënonte rikthimin e artistit në skenë, pas periudhës së vështirë emocionale të shkaktuar nga humbja e vëllait të tij në një aksident. Megjithatë, pas një verifikimi të kujdesshëm mbi origjinën e imazhit, rezulton se e vërteta është krejt ndryshe nga ajo që u aludua fillimisht. Fotoja që qarkulloi gjithësisht në rrjetet sociale nuk është reale, por është krijuar përmes inteligjencës artificiale. Përdorimi gjithnjëherë më i shpeshtë i këtyre teknologjive ka sjellë konfuzion tek publiku, duke bërë që shumë ndjekës të besojnë në një rikthim të menjëhershëm të artistit përmes një projekti vizual. Nga ana tjetër, bëhet e ditur se ndonse imazhi ishte i rrem, gjesti nuk ka qëndruar druar kryq. Ai po punon intensivisht në studio muzikore, duke fokusuar në krijimin e këngëve të reja dhe duke shprehur përmes muzikës emocionet e tij të forta. Aktualisht nuk ka nisur asnjë xhirim klipi siç u pretendua në postimet virale. Rikthimi i gjestit po pritet me interes të madh nga publiku, i cili ka qëndruar pranë artistit me mbështetje dhe mesazhe ngushëllimi gjatë muajve të fundit. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.